Jo, vallohi me mëse se kom gjetë askur, po se kom dhe që a ditë që orë me kërshkuq, me kërë me kuale, me traktora, din, që në kona ta kërëtim duhet ta. Eganiu kujton edhe kohën si 18 vjeçar që u martua. A i thot se asnjëherë nuk kanë pasur probleme si çift. Madje, a i thot se gruaja e tij ka qenë aq e zonja sa prej punëve të saj me bylmet në të kaluarën kanë fituar shumë të maj me parash. Jo, vallohi me mëse se kom gjetë askur, po se kom dhe që a ditë që orë me kërshkuq, me kërë me kuale, me traktora, din, që në kona ta kërëtim duhet ta. E që ashtu? Sot për një edhe për rri me to, edhe për rri me to, edhe për merë, edhe për prishën. Qështu? Unë e problem s'kom posë kur heq. As me fmi, as me bob, as me musafer, as me qëmanë, me fjën të në vje, ma ka rujt shpinë si kur dhjeli që është. Po nën, apo një nëjë halash, ndimi, shami, jo, salama di ketë më dole më diriguën e për, apo njën, ti bënë e sopë, 7 so pa lëpi kom posë ma shlufte. Kejti ka mjelë me dorë, dhe që kom bje maqinën, e ka shi tomel e djath e moz, që bënë e sopë zdo mujë në ka 300-400 euro. Edhe hongsha vetë me thmi këtë, kom të qka desha. Qështu. Të ne kanë maru gjampira mikrobza, gjithpona, thja, tash pishe vetë. Ujtë e volë, rryma po, shpariti po, për njëna jo, jenë dhe thene tash shumë ma letën. Mirë po sot Ganiu nuk duke të jetë edhe aq i kënaqur me jetën dhe shoqëri. Lezet ka posë të nërë ma shumë, se kur e shku musafir dikun, ta ka qitë një kredon të gryt, ta ka qitë saba një shërbet me shiqere, e ke qunë honë, unë ka qitë shërbet saba, ka qitë kredon të gryt. Sot dhja për një kënë dhja qëtë nuk thëtë zote dhe të bërë qëtë, jo, po thëtë, vete honën e bëdin, se s'kem kur far vitamin është nuk jem na, pse jemi mush haram. Hanë buk, kur nuk thot bismillah. Qëhet ha buk, nuk i do duhet heq. Nuk thot kur zotit folë. Punën me haram. Pos a mundet qëto, një vyëft, ka me ta morë. Qështu. Të njëherë ku në fukare, i ka në mukatune, e ka në maru shpinë, e ka pos deken, e ka pos dreken, e ka pos që shku kërshie i ka një muë. Mulle se, sëd, se a kuna po dhe, pos a mundet me të shkedë. E në këtë fshat gjendet diçka që për banorët konsiderohet me vlerë dhe e veçantë. Në fshat gjendet Lisi Binjak, si që quajnë fshatarët. Ganiu me pak fjalë na tregon për historinë e këtij lisi. Unë jo me lindun mas si ti bregu që atin altë. Ashtu ua që shka për blot dhe për me tërgastu dhe mas me këtë një që nënë. E këtu i kumë rujt 10, lot, qëtu, këtu edhe këmina shpatit. Këtu u kona i plepi atë, edhe e koni gjonë, mrena konë zgarë.